Një ëndër që kom pasu në ka qenë me bo një shtëpi. Ëndër të cilën e ka pasur edhe prindi im, që nuk e këzon, edhe është i ndjerë. Kurse unë e kom arrit atë qëllim. E ke arrit sa ka qenë gjallë? Jo, fatkeqësisht. Se prindin e kam humbur në 2015, ka luftu prej kancerit, po në atë periud, kur e kemi kuptu që e povuan, edhe për me mujtë me realizu ëndrën e tje dhe timen, i kam procedu do të thotë dokumentacionet për me bo një shtëpi, me ma një kredit, por fatkeqësisht ai vetëm 8 muaj, do të thotë noi edhe nuk arriti me gëzu në 2016. Po lajmin e kishte se po bëhet me shtëpi. Lajme e kishte, por nuk i gëzoj edhe nuk e po. Kështu që unë jam me shtëpi sot, por jam pa prindin. Ëndra ime ka qenë që hajtë gëzu. Ka njerë është mirë me besu se na shohim prej snalti dhe janë krenar me ne. Absolut. Unë jam krenar shumë, sepse falë ti, kam përfundu studimet, jam punësuar dhe kam arritur në orë këtë ditë ku jam sa mirë, pas ka investu në ju? Absolut, gjithmonë. Ma të mundësi që i ka pasur, në sot i falenderojmë shumë dhe ju uroj më të mirët në atë jetë. Mu po më vika mirë për prind që i pas ke pas për frymen që ta pas kanë dhonë, se unë e du shumë këtë frym, këtë sistem, respektin tani. Edhe unë tani si prind mundohem të trashëgoj apo të kultivoj atë që kam përfitu. A baba ime dhe mundohem së të fëmijët e mi. Besoj edhe se cili prind ka qef do të me bo maksimumin, për ma që mundësi që takimi, ma që mundësi që na i servon jeta, do të me ja plotësu të gjitha kushtet, gjitha mundësit.